Artistat e ri, unë i shoh disa mirë, po i shoh si men e mlaj shumë. Po më interesant që të periudhën e verës. Dy herë këm taku krejt, beso. Ki të pak të një kohë në 7-2-3 ditë që mundesh më shku në pushim me ta? E praktikoj para sezonës, kërësisht po. Amo kërri gusht, ta thëmë drejtën, 2 herë këm taku, e kemi pika një kafe atu të palati poshtë, edhe dhe me thonë, e kemi pika një kafe, me thonë 20 minuta, 25. Kërë jemi këtu të familja, po du pak më ndalë të këfmit, sa ishe të inkuadrume që tregun muzikor? Vajzën shumë, a ka talent, djali ka më pak. Ka futbolli. Po, ka futbolli. Vajza ka shumë, po nuk dënë më marrë me muzikë. Edhe kam tentu t'ja bëj një kongë, tash i ban 11 vjetë, ka talent shumë. Edhe po, më tha bab, nuk du mu ban tha si ti. Që me najtë ma shumë rrugëve, se sa me najtë në shpe. Dhe me thonë, atë që vogël edhe e ka kuptu. Mjetë me orare. Po, unë mendoj që fëmijët nuk ashtë mirë t'ja imponosh talentin. Elena ashtu se dhe i ta ban një mosh. Edhe e shef vetën, edhe ti... Shumë e rëndësishme me e bo punën që i pëlqen. Po, normal. Që ashtu e bën me qef. Në familje na jemi këtë muzikanta. Babi profesor, 3 vllaznit, jemi 3 me muzikë mirëmi, dhe nuk na ka imponu as babi, për shembull. Po, kur tritesh me një familje dhe dëgjon vetëm muzikë, jemi bo këtë muzikanta. Ajo çfarë do profesioni që zgjedh, po mdoket prapë s'ka ka ik muzikës, që aty krejt familjen e ka të përfshirë. E sot për sot është një natyrë tjetër e jetës, sepse ndodh shumë pak familjarët më mbledh me këndu bashkë, me vallëzu bashkë. Përpara jemi mbledh 3-4 herë në javë, se s'ka pas rrjete sociale, s'ka pas. E sot për sot do me thonë, po, mendoj që për gjeneratën e re është... Pikërisht që tu dashta mund dalë, tek gjeneratat e reja. Qysh po ishe artistat e ri? Artistat e ri, unë i shoh disa mirë, po i shoh si men e mlaj shumë. Pse? Nuk e di, mendojnë që nuk po folim përgjithsi, për disa që i kum po mendoj. I shoh pak si ignoranta, si men e mlaj, po mendoj ndaj punës, ndaj e kam lafin, ndaj kongës e sane. Sepse unë gjithmonë, kom thonë edhe cekit gjithmonë, nëse nuk je bo, nëse nuk afirmohesh përmes televizioneve, përmes intervistave serioze, sane që i kina për portale apo televizione, është problem edhe me TikTok ti. Unë TikTokin se përdori heq, për shembull. Tu pyet kesh, a mendon që e kanë qëtë fat të rrjeteve sociale në shtat? Jo, kjo është fat, po du të me shfrytzuar për në jo fatkeqësi, apo kupton? Se ti e ban një kongë dhe po t'u bëj ka viral, për shembull. Unë e kom pas një kongë viral shumë në TikTok, që kur njetë se kësha pas pone. Veç kur mi kanë qu njerës dhe kom pa. Më e barë dhe bukurin, jona ka që një farë kongë. Edhe, po du me thonë, po unë nuk e përdori TikTokin, sepse nuk jam dështë edhe i zhondri TikTokit. Nuk dalë atu ma bona, s'ta bona, kupton? Edhe nuk jam e ati zhondri mas pari. Unë e përdori kryesisht Instagramin edhe Facebookun. Po Instagramin e përdori. Dhe ku po du me dalë të mene malsia, po thamë, e ban një video, del në TikTok, bëhat, ndoshta me viewsa 100.000, 200.000, 400.000, 1 milion është ta. Po nëse në YouTube nuk arrin me të ndëgju, nëse nuk i shikime në YouTube, Spotify, këtu kanale tjera, apo kupton, ose nëse nuk të shofun e ty që i aktiv me dasma, apo mbrome, ose diçka që ka me thonë, që ke dhesti, apo kupton, po nejse. Po du me thonë, unë gjithmonë mendoj që kur punojsh diçka dush me punu për me lanë një vepër. Karriera nuk bëhat për i shkallës parë në dhejten. Janë do shkallë ato që dush mi kalu. Dalin njës ka pak ato. Ka brylle, ka gjithë shka. Po du me thonë që nuk do të munis për i rretëve sociale. Dush munis për asaj në arë në emision të ti, ose të ajo, ose të këtë tjetri, që ta prezentosh një album, një ku e di unë një diçka.